Kryqëzimi i rrugës Shtoj i vjetër, njësia administrative Rethina me linjën hekurudhore është një ndër 13 pikat më të rrezikshme për aksidente që ndodhen përgjatë linjës Shkodër-Hanihotit. Pavarësisht se treni aktualisht nuk qarkullon, lëvizjet e shumta të automjeteve gjatë 24 orëve pa ndërprerje në këto pika në kushtet e mungesës totale të sinjalistikës rrugore krijojnë terren për aksidente, pasi drejtuesit e mjeteve nuk kanë mundësi orientimi. Ata e pohojnë vetë këtë fakt, pasi çdo ditë ndeshen me raste të tilla. Tabela duhet për arsye se kja puna e policisë që duhet me vun në për kryqëzim, duhet me vun tabelat si për motorra, si për makina, si për njerëz, si për kalimtar. Tu ka shumë, edhe në vrak ka shumë, janë që nërprehet rruga të rinit janë shumë të rrezikshme. Tabelat duhen se zban, se ka janë të ndodhë fatkesina kry 10 ditë në zonën e Shkodrës. Brenda teritorit të njësisë administrative Rethina, duke filluar nga Golemi dhe deri në Shtoj të vjetër, ka 4 pika të këtij lloji, ku rrugët e zonës kryqëzohen me linjën hekurudhore Shkodër-Hanihotit. Të gjitha këto pa asnjë element sinjalistik e orientimi për drejtuesit e mjeteve. Në këto kushte nuk mund të flitet për siguri qarkullimi në këto pika.